I tërë falëndërimi takon vetëm Allahu te baraka wa taala. Vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe përshëndetja qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecën rrugës së tij, ecën udhëzimit të tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër të adhuruar me të drejtë pas Allahut te baraka wa taala, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër të nderuar besimtar, jetojmë në një kohë ku njohurit janë të shumta dhe janë të hapura për çdo fushë. Kemi njohuri për ata të cilët kanë jetuar para nesh, kemi njohuri për jetën, për shkencën, për teknologjinë dhe patyshim se këto janë një mirësi e madhe për ne. Por të gjitha këto mirësi e humbasin vlerën dhe kuptimin e tyre real nëse njeriu nuk ka njohuri për Allahun, atë i cili njeriu ja mësoi çdo gjë të cilën ai nuk e dinte. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allahu është ai i cili njeriu ja mësoi gjërat të cilat nuk i dinte. Njohja e krijuesit është dija më jetike, për të cilën kemi nevojë më së shumti në jetën tonë. Kur njeriu e njeh Zotin e tij, ai e njeh veten e tij. Kur njeriu e njeh Zotin e tij, e njeh familjen, shoqërinë dhe vendin ku ai jeton. Gjithçka merr kuptimin kur zemra lidhet me Allahun te baraka wa taala dhe e njeh atë si burimin e dijes, udhëzimit dhe mëshirës. Prandaj, vëllezër të nderuar, është më se e nevojshme të flasim për njohjen e Allahut te baraka wa taala. Njohje që nuk është thjesht një informacion në mendjen e njeriut, për dritë që ndryshon zemrën dhe udhëzon jetën. Ka njerëz të cilët e njohin Allahun te baraka wa taala. Ka njerëz të cilët këtë informat e deklarojnë, e pohojnë, mirë po nuk e njohin realisht Allahun te baraka wa taala, apo ashtu siç ai meriton të njihet. Njohja ndaj Allahut te baraka wa taala ndahet në dy mënyra. Është njohja e thjesht, pohimi i thjesht se Allahu ekziston dhe se nuk ka Zot tjetër pos tij. Këtë njohje e bënin, e pohonin edhe idhujtarët e Mekës para Islamit. Mirë po, kjo ishte njohje e cila nuk ju bëri dobi atyre. Dhe njohja tjetër është njohja e vërtet, ajo që e mbush zemrën me madhështinë e Allahut te baraka wa taala, që sjell besim, dashuri, druajtje dhe mbështetje tek Allahu te baraka wa taala. E nga ne është kërkuar që ne Allahun ta njohim në mënyrën e dytë, që Allahun ta njohim në formën e dytë, në atë për të cilën Allahu te baraka wa taala e ka pohuar për veten e tij, me ato cilësi dhe veprime me të cilat Allahu e ka cilësuar veten e tij, me mësimet e tij në librin e tij dhe përmes mësimeve të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i dha për ummetin e tij dhe për njerëzimin në përgjithësi. Pra, ne duhet që ta njohim Allahun te baraka wa taala me njohjen reale. Dhe kur njerëzit kështu e njohin Allahun te baraka wa taala në këtë formë të cilën Allahu e ka bërë të lehtësuar për ne, atëherë Allahu për njerëzit, robët e tillë thot: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Vërtet për robët e mirë të Allahut nuk ka frikë
dhe as pikëllim. Ata që besuan dhe qenë të devotshëm, për ta ka përgëzime qysh në këtë botë dhe po ashtu në botën tjetër. Allahu Azza wa Jall i krijoi dy xhenete. E krijoi xhenetin e parë në tokë dhe xhenetin e dytë në qiell. E krijoi xhenetin e parë në tokë, në të cilin hyn ata të cilët e njësojnë Allahun te bareke ve taala dhe ati nuk i shoqërojnë asgjë në adhurim ndaj tij. Në këtë xhenet hyn ata të cilët janë të mbështetur në Allahun te bareke ve taala. Në këtë xhenet hyn ata të cilët Allahun e madhrojnë. Në këtë xhenet hyn ata të cilët janë të mbështetur në Allahun. Ata të cilët lutjet e tyre ja drejtojnë vetëm Allahut dhe ata të cilët besimin, imanin e tyre nuk e përzihen me diçka tjetër përveç se në Allahun te bareke ve taala, duke e adhuruar atë në formën më të mirë, në formën më të pastërt, të cilën ai e ka kërkuar nga robërit e tij. Dhe kjo don të thotë që në këtë xhenet, në këtë kënaqësi hyn ata të cilët realisht e njohin Allahun te bareke ve taala. Në këtë xhenet hyn ata të cilët janë të përkushtuar ndaj Allahut te bareke ve taala, dhe ky xhenet, kjo parajs është kënaqësia të cilën besimtarët në të cilën besimtarët hyn në momentin që e njohin Allahun te bareke ve taala, në momentin që e adhurojnë atë siç ai ka kërkuar prej tyre. Dhe kjo kënaqësi është të cilën e përjeton çdo besimtar. Thot Ibn Taymija rahimahullah, po ta dinin mbretërit dhe bijtë e tyre kënaqësinë të cilën e përjetojmë ne se besimtar, kënaqësinë shpirtërore të cilën e përjetojmë ne se besimtar, në momentin kur e adhurojmë Allahun te bareke ve taala, do të na luftonin me shpatat e tyre që të na rrëmbejnë në këtë kënaqësi të cilën e përjetojmë në momentin kur e adhurojmë Allahun te bareke ve taala, në momentin kur ne e njohim Allahun te bareke ve taala. Kurse xheneti i dytë është xheneti të cilin Allahu e ka krijuar në qiell. Është xheneti të cilin Allahu ka premtuar robërve të tij në momentin që ata e njohën Allahun te bareke ve taala dhe në momentin që ata i bindën Allahu te bareke ve taala në formën dhe mënyrën siç ai e ka kërkuar nga robërit e tij. Vëllezër të nderuar besimtar, a ka ndonjë njohuri më të lartë, më të thellë dhe më të vlefshme për zemrën e njeriu se sa njohja e Allahut? Kjo është njohja që jep kuptim jetës, që e largon errësirën nga zemra dhe e lidh krijesën me krijuesin e tij. Allahu te bareke ve taala thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dhe unë nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjindet për gjë tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. E si do të adhurojmë atë nëse nuk e njohim? Si do t'i afrohemi atij nëse nuk e kuptojmë madhështinë, mëshirën dhe afërsinë e tij? Allahu i gjithë mëshirshëm, që e mbulon të metën para se të na çartojë, dhe i fal dhe na fal para se ne t'i kërkojmë falje atij. Ai është i dituri i cili e din atë të cilën ne e mendojmë para se ta shqiptojmë atë. Ai është i dituri, dituria e të cilit përfshin gjithçka. E kur robi e njeh Allahun me këtë cilësi, zemra e tij mbushet me dashuri, me shpresë dhe dro ndaj tij, dhe çdo gjë tjetër e humb rëndësinë e tij. Shihni fjalën e Ibrahimit alayhi salam, kur ai u largua nga idhujtaria dhe e njohu Zotin e vërtet. Ibrahimi alayhi salam, në këtë moment kur ai e njohu Allahun te bareke ve taala, tha:
la uhibbul afilin, unë nuk I dua ata të cilët përendojnë, ata të cilët kanë mbarim. Pastaj Ibrahimi alayhi salam vazhdoi duke e madhëruar Allahun dhe duke u kthyer tek ai, duke u kthyer në besimin e vërtet, fjalë të cilat Allahu I përshkruajti në librin e tij. Dhe Ibrahimi alayhi salam tha: "Alladhi khalaqani fa huwa yahdin", ai I cili më ka krijuar, ai është I cili më udhëzon. "Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin", ai I cili është Allahu është ai I cili më ushqen dhe më jep të pi. "Wa idha maridtu fa huwa yashfin", e kur sëmurem, ai është I cili më shëron. "Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din", dhe ai është nga I cili shpresoj të më fal në ditën kur të dalim para tij. Të nderuar besimtar, nëse e njohim Allahun me zemër dhe jo vetëm me gojë, do të ndryshoj jeta jonë, qëndrimi ynë, raporti ynë me njerëzit dhe vetëdia jonë do të përmirësohet me padyshim. Njohja e Allahut nuk është vetëm dije, përkundrazi. Ajo është jetë, është dritë që të shoqëron në vetmi, në sprovë, në pasuri dhe në varfëri. Nëse Allahun e njohim si mëshirues, do të jemi nga ata të cilët I mëshirojnë të tjerët. Nëse Allahun e njohim si falës, do të jemi nga ata të cilët I falin të tjerët kur ata I bëjnë padrejtësi ose I bëjnë ndonjë zullum ose gjetiju. Nëse Allahun e njohim si të gjithdijshëm, ai I cili e din të fshehtën dhe të hapurën, do të jemi të turpruar në momentin kur ne I bëjmë mëkat Allahut te bareke ve taala, edhe nëse jemi në vetmi, por arsye se ai është I cili e din të fshehtën dhe të hapurën. Dhe në momentin që ne në vetën tonë jemi të bindur në këtë cilësi të Allahut te bareke ve taala, atëherë do të ndjehemi të turpruar kur ne I bëjmë mëkat Allahut te bareke ve taala në vetmin tonë. Ata të cilët në paraprin, në devotshmëri, në jetën e kësaj bote, ata të cilët jetuan para neve, ata të parët tanë, selafët tanë, ata nuk në e te kaluan neve me namaz më shumë, me zeqat më shumë, me sadaka më shumë, me vepra të mira më shumë. Mirë po ata në te kaluan neve me diçka e cila ishte ngulitur thellë në zemrat e tyre, e ajo është njohja ndaj Allahut te bareke ve taala, është përkushtimi I tyre ndaj Allahut te bareke ve taala, është ajo se ata e kuptuan drejt fjalën e Allahut te bareke ve taala dhe atë e praktikuan në jetën e tyre. Ata e kuptuan kur Allahu u tha atyre dhe neve dhe të gjithë njerëzve në përgjithësi: "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju njerëz, adhurojeni Allahun, ata I cili ju ka krijuar juve dhe ata të cilët ishin para jush, në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë, në mënyrë që ju të jeni të devotshëm. Ata ishin të cilët e kuptuan drejt këtë fjalë të Allahut te bareke ve taala, andaj na e kaluan në këtë mënyrë, në këtë formë, duke e njohur Allahun sinqerisht, duke e njohur Allahun me dije dhe duke e njohur Allahun me punë dhe vepra të cilat vijnë si rezultat I dijes dhe bindjes në Allahun te bareke ve taala. Ibn Rajebi, njëri nga dietarët e mëdhenj të Islamit, thotë: "Dija më e lartë është njohja e Allahut, e që është njohja për emrat, cilësitë dhe veprat e Tij, që sjell tek njeriu frikë, dashuri, nderim, përkushtim ndaj Tij, mbështetje tek ai, kënaqësi me të dhe lidhje me të, ajo me dikën tjetër pos Tij." Vëllezër të nderuar, shkaqet të cilat
e bëjnë besimtarin që ta njohë Allahun te bareke ve taala, që ai ta forcoj bindjen dhe besimin e tij në Allahun te bareke ve taala, janë të ri parimore, janë të ri kryesore. E para për tyre është të medituarit e Kur'anit fesnik, të lexuarit e Kur'anit fesnik dhe meditimi i ajeteve dhe i argumenteve të cilat Allahu i sjell në librin e tij. Në momentin që ne i meditojmë këto ajete, i meditojmë këto dobi të cilat Allahu i sjell në librin e tij, ne do ta njohum Allahun te bareke ve taala ashtu siç ai e kërkon nga robërit e tij. Allahu thot: kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kjo është libër të cilën e kemi zbritur, libër i begat në mënyrë që njerëzit ta studiojnë atë, ta meditojnë atë dhe të përkujtojnë nga mësimet e tyre të Zotit e mendjes. Pastaj, mënyra e dytë për ta njohur Allahun te bareke ve taala është meditimi i krijimtarisë së tij, është meditimi i asaj të cilën e ka krijuar Allahu te bareke ve taala, është meditimi i vetes son. Fillimisht ku thot Allahu te bareke ve taala: "Wa fi anfusikum afala tubsirun", e në veten tuaj a nuk po shihni krijimtarinë e Allahut tek ju. Pra, a nuk po e shihni se si Allahu e ka krijuar njeriu në formën më të mirë, në mënyrën më të mirë dhe funksionon në një mënyrë të përkryer, pa pasur nevojë që njeriu të shpenzoj diçka ose ta ndihmoj funksionimin e organeve të tij me ndonjë medikament, me ndonjë mënyrë tjetër e cila do ta bënte njeriu që mos të mund të arrinte dhe të vdiste në vend. Mirë po, Allahu e krijoi njeriu në atë formë që ai të funksionojë vetiu pa pasur nevojë për ndonjë medikament të caktuar. Dhe kjo është mrekulli e Allahut, të cilën robi duhet që ta shohë në veten e tij dhe ta meditojë. Pastaj, krijimtaria e Allahut, krijimi i qiejve dhe i tokës, meditimi në krijimtaritë e Allahut te bareke ve taala. Dhe kjo është rrugë po ashtu e pejgamberëve, është rruga e Ibrahimit alayhis salam, i cili e gjeti besimin e vërtetë përmes meditimit në shenjat e Allahut te bareke ve taala. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. Dhe kështu jam mundësua me Ibrahimit të shoh mbretërinë e qiejve dhe të tokës për të bindur, për të bërë nga ata të cilët janë të bindur në Allahun te bareke ve taala. Pastaj e treta dhe mënyra tjetër për ta njohur Allahun te bareke ve taala është vazhdimësia në përmendjen e Allahut, përmes tasbihut, përmes përkujtimit të tij, përmes dhikrit. Pra, përmendja e Allahut te bareke ve taala, lutja ndaj Allahut te bareke ve taala e bën robin që ta njohë Allahun në mënyrën më të mirë. E bën që ai të kthehet vazhdimisht tek Allahu te bareke ve taala, që ai të kërkojë falje Allahut te bareke ve taala, dhe kështu Allahu atij do t'ja mundësoj që ta njeh Allahun në mënyrën e kërkuar, në formën e duhur, në atë se si ai ka kërkuar prej robërve të tij. Andaj e lutim Allahun te bareke ve taala që të na bëj prej robërve të tij të mirë, të na bëj prej robërve të tij të sinqert, të cilët e njohun realisht Allahun te bareke ve taala, të cilët e madhrojnë Allahun te bareke ve taala në mënyrën dhe formën të cilën ai e ka kërkuar prej robërve të tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.